Përshëndetje miq të Batja Magjike. Sot do të flasim për një pyetje që më është bërë shpesh këto ditë. Pse specat që lidhen tani nuk rriten si specat e parë të sezonit? Pse dalin më të vegjël ose të shtrembër? Së pari, mos u shqetësoni. Në shumë raste, kjo është normale dhe lidhet me kushtet e verës. Arsyeja e parë janë temperaturat e larta. Kur moti është shumë i nxehtë, bima stresohet dhe nuk e zhvillon frutin me të njëjtën ritëm si në pranverë. Si rezultat, specat mund të mbeten më të vegjël ose të mos kenë formën e rregullt. Arsyeja e dytë është ujitja. Nëse toka thahet shumë dhe më pas ujitet me sasi të madhe uji, bima kalon nga stresi në rritje të shpejtë dhe kjo mund të ndikojë në zhvillimin e frutave. Prandaj, është më mirë të ujitet rregullisht duke ruajtur lagështi të qëndrueshme në tokë. Një arsye tjetër është ngarkesa e bimës. Kur një bimë mban shumë fruta në të, ushqimi ndahet mes tyre dhe specat e rinj nuk arrin madhësinë e atyre të parëve. Për ta ndihmuar bimën, unë rekomandoj përdorimin e humusit të krimbave, i njohur edhe si vermikompost. Ky është një ple organik shumë i pasur, i prodhuar nga krimbat që përmirëson strukturën e tokës, ndihmon rrënjët të thithin më mirë lëndët ushqyese dhe forcon zhvillimin e bimës. Mund ta shpërndani rreth kërcelit dhe ta përzjeni lehtë me shtresën e sipërfaqësore të tokës, pastaj ta ujitni. Nëse keni çaj vermikomposti, mund ta përdorni edhe për ujitje sipas udhëzimeve të produktit. Mos harroni të kontrolloni edhe dëmtuesit dhe sëmundjet. Një bimë e dobësuar nuk mund të prodhojë fruta të mëdha dhe cilësore. Me pak kujdes, ujitje të rregullt dhe ushqim të mirë organik, specat mund të vazhdojnë të japin prodhim edhe deri në vjesht. Një gjë tjetër që shumë kopshtare vënë re është se frutat e dytë dhe të tretë të specit shpesh nuk kanë të njëjtën madhësi si të parët. Kjo nuk do të thotë gjithmonë që bima ka sëmundje, por shpesh është pasojë e lodhjes së bimës dhe kushteve të verës. Në këtë periudhë duhet të kontrollojmë edhe rrënjët edhe tokën. Një tokë e varfëruar pas shumë javësh prodhim nuk mund t'i jap bimës të njëjtën fuqi. Një shtesë me kompost të pjekur ose vermikompost, pra komposti nga krimbat, ndihmon shumë sepse përmirëson strukturën e tokës dhe i jep bimës ushqim në mënyrë të qëndrueshme. Vermikomposti është një nga ushqimet më të mira që mund t'i japim tokës sonë. Ai përgatitet me ndihmën e krimbave të tokës, të cilët shndërrojnë mbetjet organike në një ple shumë të pasur. Për ta përgatitur në shtëpi, na duhet një enë me ajrim, pak material bazë si karton ose gjethe të thata të lagura dhe mbetje organike nga kuzhina si lëkura perimesh e frutash, llumë kafeje dhe mbetje bimore. Vendosim krimbat e kompostit në këtë ambient dhe i mbajmë në një vend me hije, jo në diell të drejt për drejt. Materiali duhet të jetë i lagësht si një sfungjer i shtrydhur, por jo i mbushur me ujë. Pas disa muajsh, krimbat e kanë kthyer materialin organik në një humus të errët, të imët dhe shumë të pasur. Ky vermikompost mund të shtohet rreth bimëve, sidomos tek domatet, specat, kastravecat dhe shumë perime të tjera. Një tokë e ushqyer me kompost dhe vermikompost mban më mirë lagështinë, ka më shumë jetë brenda saj dhe i ndihmon bimët të jenë më të forta. Prandaj, nëse specat tuaj tani japin fruta më të vegjël, mos u nxitoni t'i hiqni. Me pak kujdes mund t'i ndihmojmë të vazhdojnë ciklin e prodhimit
edhe për disa javë. Nëse kjo video ju ndihmoi, mos harroni ta pëlqeni dhe të abonoheni në kanal dhe ta ndani me miqt që merren me baçe. Shihemi në videon tjetër.